Mirë se vini te Radio Lindja, pra pjesa dytë me Musafir në studio. E kemi paralajmëruar në shumë portale, në gjitha portalet që i kemi. Edhe interesimi është shumë i madh dhe është i bukur sepse edhe koha është ajo që duhet të mësojmë sa më mirë, ta kuptojmë sa më mirë se çka po ndodh sot në bot edhe në që po thonë edhe anglisht World Order Life. Dhe me thonë mas të sa vjetëve mu prish ajo qetësia, ajo rahatia që është kriju me Kombet e Bashkuara, me shumë organizata të ndryshme që janë sot, edhe tash e kemi Mirlindin këtu. Mirlindin e keni pa disa herë, edhe është njeriu pra që e përcjell, komenton, shkruan në për shumë gazeta e portale dhe media ndryshme, ku do ta diskutojmë edhe të na shpjegojmë pra pjesën e gjendjes sot të njerëzimit, të botës e kështu me radhë, duke thënë mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Mirlind. Mirëmbrëma, faleminderit me tosh. Pikse pare faleminderit për ftesën, është një kënaqësi me qenë me jo dhe përshëndetje të gjithë të çues të Radio Lindjes. Ande pra dhe njerë, neve sot ju kemë ftu në cilësin e një analisti dhe një njohësit të mirë të politikës ndërkombëtare, po globale mund të themi, edhe pa humbur kohë derisa shumica e njohin Mirlindin, sigurisht është Drenicak, vllabur shqiptar, i martuar në Norvegji, a duhet me thonë diçka se tash është edhe bab? Edhe kemi, është vllau i kaptenit kombëtarës Kosovës, ose të ekipit të Kosovës, i cili tash doli në pension. Nga ekipi kombëtar i Kosovës, pra Herolindin e keni pa në plot media, ku e morë edhe diplomë speciale, dhe me thonë një mirënjohje nga kryetari. Mirlind, me tu që tha mirë, s'kena nevojë shumë me folë, Mirlindin e ngjojmë, e dim kush është edhe, po tash është koha të bisedojmë pak për këtë gjendjen që kemi në botë, në këto luftra. Edhe mundëm ja nis për asoj pjesës ku ishëm para një viti, biseduam për zgjedhjet Biden-Trump, ti dha analizat e tuja, edhe tash jemi që aty ku jemi. A na ashtu analizat sikur se tha Mirlindi apo jo? Simbas statistikave, qysh e ka shpjegu Mirlindi edhe qysh e tregoj, tash që aty jemi ku jemi, gati që ashtu dul. A jemi në një tranzicion global këtu, apo do të kemi edhe një rend të ri botror? Të gjitha shenjat janë që jemi në një tranzicion të një rand të ri botror. Na prej përfundimet të luftës së dytë botërore deri sot e kemi pas një rand botror kryesisht të bazuar në drejtën ndërkombëtare, në rregullat, edhe pse këto adin ka pas dërhyrje, ka pas kundërshtime, e ke pas luftën e ftosë, por i ke pas rregullat, i ke pas institucionet, Kombeve të Bashkuara, e ke pas institucionet lidhur me ekonomi, banka botrore, por tani është në një kohë të re. Do të thonë ku ka mundësi të dobësohen këto institucione, apo krijimi diçka të re? Tani po dobësohen, sepse superfuqia numër 1 në botë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, e ka zgjedhur një drejtim të ri me Trump. Ai nuk i pëlqejnë institucionet ndërkombëtare. Ai për shembull shpesh herë ka kritikuar NATO-n, shpesh herë ka kritikuar Kombet e Bashkuara, e ka tërheq Bashkimin Evropian, ai edhe Shtetet Evropiane dhe nuk i pëlqen edhe shumë këto organizatat, marrëveshjet lidhur me ndryshimet klimatike, nuk i pëlqen, e ka tërheq Amerikën nga nga traktati i Parisit për klimën. Kjo është traktati që o pas marrëveshja që o pas ba në 2015 lidhur me klimën, reduktimin e ndotësit e globit, e ka tërheq, me njëre ka tërheq. Tjetër po kryon marrëveshje paqësore, tani ne nuk po mund ta kuptojmë. Do me lujt policin e botës Donald Trump, apo qarisi do t'ja vjen? Donald Trump nuk është një politikan i zakonshëm.
Ai është një politikan I jashtëzakonshëm. Ai nuk e sheh politikat. Ai vjen nga fusha e biznesit. Qysh I sheh, po e vërtet. Donald Trump ka prardhën nga bizneset, është një biznesmen, një biznes ti e ki adin kupton ndryshe marrëdhënie. Ti për shembull e ki marrëdhënie transaksionale ndërmjet biznesmenave, adin menon qysh me fitu. Nuk t'intereson për kolektive, për të tjerët. Ndërsa në politikë të nuk mundesh me menua në atë mënyrë. Ti do të me pas mendësin përbashkët me të tjerët. Adin qysh, për shembull, kur këto sulmen ndaj institucionet kolektive, ndërkombëtare, për shembull, desha edhe me përmend organizata e shëndetësisë botërore. Kjo është një organizatë shumë e rëndësishme, edhe për me fitu dije rreth shëndetësisë edhe për me parandalu pandemia. Po, Trump ka zgjedh me të rrek Sheban nga marrëveshja, sepse kjo menon që në politikë Amerika po humb. Kjo mendësi vjen nga biznesi, sa ti veç sheh apo fitoj diçka, apo humbi diçka. Nuk e kupton kompleksitetin e politikave. Në politikë ti nuk mundesh me menu apo fitoj apo humbi. Ti në politikë ti do të me zhvillua zgjidhje për probleme. Për shembull lidhur me shëndetësi, lidhur me ekonomi, domethënë me këshyr përgjithësinë. Jo adin veç apo hupe apo fitoj. E besoj që kë pasojat e kësaj mendësie të biznesit po e shohim. Saj po e sheh politikën se një transakcion. Çapo humb Amerika, çapo fitojnë. E përshtypja e Trumpit është që Amerika veç ka humb. Sa u ka në këto organizata, në Kombet e Bashkuara, që ka pas këto marrëveshjet, për shembull edhe në UNESCO, e ka të rek. UNESCO, dhe menon që po humba dhe në Amerikan ato, ose në organizatën e tregtarit të botës, menon edhe që po humbe po fiton Kina. Do thënë kur I sheh tjerat shtete që po zhvillohen, për shembull Kina ose India, ai menon të ne automatikisht Shebaja po humb. E kjo nuk është një analizë e mirëfelt, nuk është edhe një analizë që qëndron. Sidomos edhe për vetë Amerikën edhe popuj që jetojnë në Amerikë, derisa e dim se tash ka edhe kriza atje, ka kriza, ndoshta do të thellohen krizat edhe më tepër. Ne kem po edhe tash policinë e tij, ICE që shkriju edhe bën sulme gjithandej për krahina të ndryshme edhe ku në realitet po vriten njerëz. Do shta edhe të pafajshëm, për një fjalë goje të më vritet njeriu. A do të barthet kjo në mundukëri negative edhe në tash në shtetet tjera, ku ai po sinon edhe po pretendon që të arrisë qëllimit e tij, sikurse me presidentin e Venezuelës, të futet në Iran për shembull, të marrë gjithë ata njerëz, ta futet njeriu tash në protesta apo popullatën e disa shteteve, ku mendon që ata po vujnë atë aspektin ekonomik apo edhe politik, që ai do ndërhyjnë atje do të sjellë paqë. Një karakteristikë e Trump është që nuk mundesh me parashiku që mundet me ba. Se ajo është një person që e ndryshon mendjen shumë lehtë. Ai për shembull Tanin thot diçka, ka me marrë Grenlandën, edhe të martën e ndryshon mendjen. Jo nuk ka me marrë Grenlandën me forcë. Ai do të me kuptu që ai shumë shpejt e ndryshon mendjen. Sa I përket Venezuelës, ai e ka ata kanë vendosur Trump me ata afërmit me këshilltar, me ministrin e punëve të jashtme që do të me vepru, ka vepru shpejt. Edhe të ne ka prezantuar këtë si një fitore. Edhe pse faktikisht e kanë shkel drejtën ndërkombëtare. Dhe shumë ekspertë thonë që Amerika e ka dhe nuk është Venezuela ka kërcënua dhe në Amerikën haptas. Ai ka vepruar dhe në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare.
Po nalim pak te Ukrajina tash, se u bon disa vjetë ku lufta e Ukrajinës me agresorin rus, paret mëdhaja, dhe me thonë shumë shtete, fritët miliarda. Ku qëllon tash, se tash edhe prapë edhe këto është Trumpi i përzin, dhe me thonë për me nalë, tash e ka nalë gjatë këtij ftoftit Putini që mos me pas për shembull disa raketa, disa asin, nëse ata nuk çojnë diçka, atëherë këta i kundërshtojnë. Ku jemi tash me Ukrainën? Çka mund ndodh për shembull Ukrainë? Tash të metet për edhe nuk e dim qa komendodh, edhe nuk është vështirë. Unë mendoj që lufta ka me vazhdua, edhe që Putini ende i ka qëllimet veta maksimaliste për me arrit ato. Ai nuk po ndalet. Faktikisht lexova para disa ditësh që Putini faktikisht ka më shumë ushtar tani se sa në 2022 ku e ka pas fillu lufta. Kështu që ai ende vazhdon atë drejtimin, ka ambicja dhe për me marrë tokë, për me fitu diçka. Trump po adin po prezenton veten si një politikan adin që po don paq. Unë nuk dyshoj që po ka qef paq. Por problemet qëndron se ai do me fitu diçka vet, ose shebaja. Më thonë në krahasë me Biden. Biden kur kon president nuk e ka qitë edhe në pretendime që Amerika do të me marrë diçka. Për shembull, vjet, Ukraina dhe Shebaja kanë arrit në marrëveshje lidhur me mineralet dhe resurset natyrore. Për shembull, këta kushte për Ukraina me marrë mbështetje nga Amerika është me ja jap hapësirë resurset natyrore. Fakti që lufta po vazhdon është funksion që është një rezultat i faktit që të dy palët, Rusë edhe Ukrainas, nuk dojnë me humbë. Ata edhe dojnë me fitu sa ma shumë, edhe në para sa me hyrë në tavolinë edhe për me negociua. Si stash, Putini ende po i ka qëllimet e veta, Zelenski edhe Ukrainës edhe po dojnë me mbrojt vetën, edhe me mbrojt tokat e veta, nuk po dojnë me ofrua tokë. Tash Shebaja dhe administrata e Trumpit e ka adin ja kanë pat të qartë Zelenskit, që jo adin do të me jap toka. Do me thënë këtë pjesën lindore, Donbas është një rajon në pjesën lindore të Ukrainës, me ja jap Rusisë për shkembim me paq. Se do një paq, jo jap një toka. Kjo është paplanueshme për Ukrainën, sepse është në ndërhyrje e suvranitetit e Ukrainës. Ukraina ose sulmue, ka drejt me mbrojt veten, askush nuk ka drejt me vendos për Ukrainën. Fatin e të shtetit ashtu. Evropiant e kanë edhe në këtë qëndrim. Se Evropiant edhe Amerikant tani, edhe me Trump si president, po devijon, edhe po kam spajtim. Evropiant edhe po mbështesin Zelenskin, po e thonë që na të mbështesim ty. Kur tash a don të me negociue me Rusë, ajo të vendos. Sa i përket luftës tash në Ukraina, po përfitojnë të shtetet e Evropës në të aspektin ekonomik, derisa ka inflacion dhe ka kriza, ka përfitime nga kjo se ne theve shumë hicën e rasteve, ku ka luftë, ku ka kriza, ka edhe përfitime. Nga ona tjetër, ka edhe përfitime, në di tash Norvegjia ndoshta jep ndihmë, po nga ona tjetër edhe përfiton, derisa Norvegjia ka disa minerale që ajo i posedon tani se Ukraina është luftë, nuk mund t'i bën atë tranzicionin e atë aspektin ekonomik e bartjes gazit apo diçka tjetër, përkundrazi tash janë këto shtete që i kanë, i posedojnë dhe këta përfitojnë nga lufta e Ukrainës. Ka shtete që po përfitojnë shumë nga lufta në Ukrainë. Norvegjia është një nga to, sepse Norvegjia tash po eksporton më shumë gaz. Nalemi pak tash te Europa. Në EU-n që është me shumë shtete, e kemi pra një ose dy udhëheq shteteve që janë kundër
ndihmës për Ukrainën. Jo më prorës, të me thonë, thjeshtu të me thonë, kemi Orbanin e Hungarisë dhe kemi kryetarin e Slovakisë. Që i pengojnë faktikisht edhe për me bo qatë pakon Evropa që dëshiron me ndihmu Ukrainës, po të njëjtën kohë ata mendojnë që Trumpi duhet më ndërhy për shembull me Putinin që mu marrë që ajo marrëveshja 21 pikë, një për atyve pikave është 20% teritorit, edhe kur mës me konë antare e NATO-s. E tash këto dy që janë në Evropë. A e dëmtojnë Evropën? Po, këta e dëmtojnë kohezionin e Evropës, do të thënë bashkimin e Evropës. Këta kanë miqësi me Putinin edhe në venet të tyre i kanë sulmuar institucionet demokratike. Po fatmirësisht nuk kanë edhe shumë fuqi edhe për me prish bashkimin evropian, ose unitetin e shtetëve të Evropës edhe lidhur me ndihmën për Ukrainën. Është një fatkeqësi që ka lidera din që kanë ato relacionet me Putinin, por është një fakt, është një realitet që do të më planuar. Tash të shojmë kanë me pas zgjedhje edhe në Hungaria. Që po ban Viktor Orban në Hungaria po man pushtetin. Kthehemi pak te Amerika. Tash po kthehemi, përmendëm më herët që është tërheq prej drejtave të njerëzit, Kombeve të Bashkuara po don ka dale, është organizata për WTO, që është e shëndetësisë, klimës. Të njëjtën kohë, vetë organizatat tregojnë se Amerika faktikisht e ka jep më shumë se kretë këto shtete tjera gjithmonë ndihmë. Në pare, për shembull, në ekonomi, po të njëjtën kohë edhe në shkencëtar, në mjek, në shumë sene. Të njëjtën kohë kthehemi te pjesa NATO-s, ku gjithmonë Amerika u kon ajo që ka jep më shumë ti, edhe i ka furnizu faktikisht këtë shumicën e shteteve të NATO-s, edhe është ajo që e ka jepat më shumë se ato 2% që i kanë kërku në herë, tash është 5%. A është kjo pjesa që pak Trumpi nuk pi konvenon që shumë kanë jep deri tash, e kur gjë s'kanë marrë? Po, faktikisht është ajo pjesë elementare dhe në politikat e Trumpit, ose në mendimin politik të Trumpit. Ai menon atë që Amerika i ka financiuar shtetet, do më thënë sigurimin e shteteve të antare të NATO-s, edhe nuk ka marrë asgjë. Dhe edhe gjatë periudhës së parë, kur u kanë president, ka pa të qartë edhe në shteteve të Evropës, ose të NATO-s, që do të me kontribu ma shumë, edhe do me investu ma shumë pare të shtetit në mbrojtës. Amerika nuk mundet me garantua sigurimin për gjithmonë. E kjo e dëshmon, edhe është një shembull për atë që fola edhe më herët, që Trump e sheket politikë si transakcional, a fiton, a humb. Ai menon që faktisht Amerika ka jap shumë, ka humb shumë, sepse antarë tjerë të NATO se ka shfrytzu Amerikën. Milind, është edhe një marrëveshje në atë aspektin apo një traktat, mund të themi, i përdorimit të armëve bërthamore. Është ka krijuar edhe një konxhati tensioni i nxehtë edhe me Iranin, kur ai vetë pas kapjes apo mund të them kidnapimit të presidentit të shtetit të Venezuelës, Maduro apo si e kishte emrin ai. Po edhe thotë shumë shpejt do të futem edhe në Iran, thotë po një herë populli ta shprehë pakënaqësinë e tij në rrugë, duke protestuar, demonstruar për paqë, për liri, për gjithçka, por ajo tash ndodhi një bumerang. Ata filluan t'i vrasin në këtë protestuesit në Iran, dhe janë vrarë mira njerëz tash atje. Po ne nuk kemi një ndërhyrje, vetëm se mund të kemi llafe, që po shkëmbejnë gjithandej se ne do sulmojmë, apo ne do sulmojmë. A do të pritet to nga ajo thyrja e traktatit marrëveshjes paqësore jo paqësore, po për përdorimin e armëve bërthamore,
që në realitet përdoret të dhezët nga Irani të përdoret sepse ne dim se Irani ka kogja shumë armë bërthamore. Po, Trump ka thënë që nëse vritën protestues, ka me sulmu Iranin. Por nuk ka ndodhur ende. Dhe besoj që kjo... Sa duhet vritën atë pra, për me reagu Donald Trump. Ama besoj që këtu ka lidhje shtetet arabe, shtetet në lindjen e mesme, që kanë paralajmëruar Trumpin që kanë pasojë shumë të mëdha nëse amerikanët ndërhyjnë edhe siç e dinë ndërhyrjet amerikane në lindjen e mesme nuk ka qenë gjithmonë të suksesshme. Të zgjatin edhe ki shumë pasoja, ki pasoja që nuk mundesh me parashikue. Dhe kjo është një faktor rreziku lidhur me çdo ndërhyrje në pjesë të botës. Se ti e din çka ki, por nuk e din çka vjen mas. Si në Irak, për shembull, kur e kanë pas larguar regjimin e Saddam Hussein, e din që ke pas, edhe u kanë edhe një regjim shumë i eger i keq, por u largue ma vonë në rritë një organizat terroriste si ISIS. Edhe nuk e kanë parashikuar që largimin e regjimit mundet me lana dhe një vakum që përdoret nga aktor tjera me qëllimet këshia. Po kthehemi tash ka ndonjë te pjesa e marrëveshjes paqësore, tash këto në Davos që ndodhi kjo edhe disa shtete që ai ka ftu me qenë një pjesë e organizatës 3, ku do të sfidojnë Kombet e Bashkuara, për shembull. Dhe tash e kemi ripin e Gazës, lufta Palestina-Izrael. Këtu është ndalë momentalisht lufta, por ka ende lufta të vogla në për vendet ndryshme. A do të jetë kjo e vërtet që kjo pasha për shembull që fillojnë kthehen njerëz, fillot të punohet aty, se ne dim sipas statistikave dhe informatave që ku ka pas luftë, me thonë në pjesën e Palestinës aty, për me largu krejt ato, për me pastru aty që me nis me ndërtu ose me nis për fillimit, gati 10 vjetë duhet. Për shkak se ka shumë municion, ka shumë bomba të pa detonune në për ato shtëpi dhe ato ndërtesa që janë rëzu atje, e duhet, kur pastrohet normal që duhet më pastru kada dale, nuk është dhe vetëm një rrugë, po shumë vende, shumë qyteti. A do tjetë kjo e suksesshme, apo janë prap vetëm loj-loje? Mbetet të këshyra a është suksesshme. Ajo, qysh me kriju në një bord për paq, kur ata njerëzit që kanë agresoren, ata që e kanë shkatru e venin, që kanë myt njerëz, që kanë genju vazhdimisht me qenë një bord të tillë. Si është e mundur? Kemi disa shtete që nuk i njohin disa minoritete që i kanë bashkësitë e tyre, që s'do ndinë për ta. Po, ama për shqiptarët atë që kuptojnë atë këtë krahasim që du me bashkë, sikur me ftue Slobodan Milosevicin në një bord për paq për Kosovën. Se për këtë Gazës, Trump ka thënë që synon paq, synon me parandelu luftimet në ripin e Gazës. Dhe po, tash të kemi në armë përshem edhe pse Izraeli adin po vazhdojnë me sulmue. Ama kjo ka edhe një tjetër ide. Kjo edhe dhëndri ti, Kushner, që ka faktikisht prezentu një plan për Gazën. Po, dhëndri ti është Amerikan apo Evropian? Po, ai është Amerikan. Amerikan është, okej. Jared Kushner. Ai në periodën e parë të Trumpit, ajo ka në adën përfaqësuese për lindjen e mesme. Edhe pse nuk ka adën përvojnë asë në mënyrë. Po, për këtë herë, adën e ka propozu një plan për Gazën, që lidhet me ndërtimet, adën me ndërtesa, me plazha, dhe me thonë me transformu me Gazën
në një riviera, një vend turistik, edhe një vend edhe ku të pasrët shkojnë edhe me pushu, edhe me mëshitit, e harrojnë edhe në popullatën palestines. Për shembull, në këtë bordën e paqes, palestines nuk janë përfaqësuar hiç. Absolut. Izraelin e ki, po palestines nuk i ki. As sa i përket përpjekjet për me zhvillu Gazën, nuk po pyesin palestines, edhe në popullatët që faktikisht jeton atje. Ai me një fjalë po del që ta krijon një koloni për tallme në Amerikës, domethënë ku mund ta shijojnë çdo amerikan atë perle, domethënë të ripit të Gazës. Synimi është me transformu këtë pjesë Gazë, domethënë Gazën, si në Dubai, të ri. Edhe si një vend, edhe në turistik. Kjo bën totalisht në kundërshtim me njerëzimin, me drejtat e njeriut, me parimin e vetëvendosjes. Ata popullata palestines që është shtypur, që është vrarë, nuk po pyetet hiç. Edhe më thonë, Trump nuk i intereson gjendja palestines. Faktikisht kur e kam pas pyet edhe për palestines, edhe në thojke që ata mund më largue. Ata do të më largue sepse është një zonë e rrezikshme. Dhe do me thonë, ka justifikua dhe një lloj pasrimi etnik. Se palestinës ata nuk dojnë edhe më largu, ata dojnë edhe me najdeve tukat e veta. Se më largua janë tukat e veta. Tash këto ditë e fundit, këto 2-3 ditë e fundit, patëm edhe një interesant vizitë nga Britania e Madhe, Britanisë të Madhe, kryeministri, pra ku ishte në Kinë. Për me boni marrëveshje ku se kam pas mendjen para 2-3 viteve që mundet më ardhe deri te kjo, me vizitu për shembull Kinën edhe me ardhe deri te kjo, me boni marrëveshje bilaterale me shkëmbimin e ekonomisë. Edhe në njëjtën kohë komisarja e Bashkimit Evropian Ursula ishte në Indi. Do të thonë tash paralelisht po ndodhin 2 lidhje, marrëveshje me shtetet e Evropës që janë edhe në Bashkimin Evropian, po edhe që janë në Bashkimin Evropian, po bojnë marrëveshje me 2 giga shtete, me kanë 1,5 miliard njerëz, gati, gjysa botës, me marrëdhënie ekonomike. Sa ndikon kjo tash për Trumpin që me mendu ma ndryshe? Këto janë pasojat ose përpjekje këto vende për më pavarësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull, Bashkimi Evropian synon me rishiku rolin e vet në sistemin botror. Çfarë role ka, çfarë ndikimi ka, mund me lidh marrëveshje me vende tjera. Me Indin kanë bërë marrëveshje sepse shohin që India është një vend në rritje, ka u rrit shumë ekonomisht edhe ka potencial më rrit ekonomisht, e shohin që ka përfitime në Indi, ka është një treg shumë i madh. Edhe Kina, edhe Britania e Madhe, ose kryeministri Britanisë të Madhe që shkoi në Kinë për me taku kinest, e shohin që bota është pak ma ndryshe, nuk mundesh me qenë e varur nga vetëm një aktor, siç kanë qenë Evropian deri tani edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Lidhen edhe në marrëveshje tregtare edhe për me fitue, për edhe me qenë të pavarur. Me thonë vetë edhe me marrë vendimet. Mos me vendosas Amerikas, do një aktor tjetër. Kur thush për shembull pavarur, do të jetë pavarur diçka që është më globale, energjia, ushqimi, besa edhe industria. E shumë gjëra që vinë, jo mas një për shembull tjerat. A është kjo ajo pjesa që Evropa pas ka qenë shumë e varur për Amerikës për këto? Po, sa i përket sigurimit ka qenë shumë e varur nga Amerika, edhe marrëveshjet tregtare.
Evropa po e shet që do të edhe me që është një botë edhe ka dhe aktor tjera edhe në rritje, Kina, India, dhe që mund edhe më lidh me to. A i ka botë Trumpi shumë lider në botë, edhe shumë shtete në botë, për shembull, me mendu ndryshe, se që kanë mendu deri sot. Për shembull, me mendu ma ndryshe, se që kanë mendu që pi bëjmë dhe mbledhje, janë një vjetë, mbledhje, deri sa njerëz vdesin. Edhe nga luftat, po edhe pa ushim, pa buk, pa ujë, pa Afrika, e kështu që mës një me ratë. A i ka bo që me mendu ma ndryshe, për shembull që politikat e tyne me qenë pak ma ndryshme, edhe me efekti me qenë ma i shpejt. Jo me prit 2-3 vjetë, po me ardhë deri të qëllimi ma shpejt, me vendos, me nënshkrujt edhe me vazhdu punën. Po, është të vërtet që politikat e Trumpit e ka pas në efekt në formulimin e politikave të Bashkimit Evropian ose shtetet evropiane. Një shembull që është edhe përfolur më herët në këtë emision është investimet në mbrojtje. Kjo ja ka nisë edhe me ka qenë Barack Obama president, që Evropa do të edhe me investu ma shumë në mbrojtje. Sepse adin mas që ka përfundu lufta e ftofta dhe i kanë zvuklua dhe investimet në mbrojtje. Se ka menua që është pa aqë, po, edhe që nuk kemi nevoja dhe me përdor që shumë pare në mbrojtje, po ja ka nisë me Obamen, edhe Trump po ka në ma jashpër në retorik, dhe si pasoj, Evropianët e kanë ndryshu politikat. Edhe tasht po e shohen qysh me zhvillua autonomin. Po përdoret një term adin autonomia strategjike. Qa do me thonë kjo do me thonë që Evropa do të me lujt në rol ma të pavarur në botë. Do me thonë me rrit adin si një aktor geopolitik. Me thonë, ma pak e varur nga Amerika në mbrojtje, mi rrit investimet në mbrojtje, sigurimit, edhe mo qilirua nga Kina, sa i përket këto metalet, tokat e rallat që thuan edhe qel në jur metalet në regjesht. Industrin. Po, industria, dhe me zhvillu industrin vetë. Për momentin është një batë shumë i madhe dhe në Evropë lidhur me zhvillimin e industrisë evropiane. Biznesa, qysh me zhvillu firma, qysh me zhvillu kapital, qysh me parandalue kompanitë evropiane me shkue në Amerikë, me fitu para dhe me zhvillu. Një pyetje hipotetike, a mund bjeton Evropa pa Amerikën? Nuk po flasim për 10 vitet e ardhshme, po momentin tani ku jemi, se dhe Amerika është në krizë, nuk është edhe, më thonë, mund të jemi tash është lule, mbjellur bashkë edhe situata politike edhe ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po Evropa vetë a mund bjeton? Unë besoj që mundet. Arsyeja pse mendoj ashtu është që ne nuk mundem me nënvlerësu kapacitetet e Shtetit e Evropës. Ka kapacitet ushtarake. Natyrisht jo në nivelin me Amerikën, po ka kapacitet ushtarake. Po në atë aspektin ekonomik? Po, aspektin ekonomik është Shtetet evropiane kanë ambicat për më rrit edhe ekonomisht, edhe me zhvillu industrinë si që thash. Nuk besoj adin që ose nuk kemi adin dëshmin që Evropa adin po jetë mbrapa ekonomisht. Ki firma, ki adin talent, ki inovacion këto, a mu do të liderët evropian adin do të me dit adin qysh me i shfrydzu talenta, qysh me kriju e kushtet për firmat evropian adin me investu e këto, me zhvillu e me kriju venet punev. Që ka një problem të Evropa ka qenë edhe në vetë besime, edhe që edhe një farë loj pezimisme, fatalizme, edhe që ka eksistu e të dhe një me tani. Por tash edhe
besoj unë, një pjesë e politikave të Trumpit është që u rrit edhe vetbesimit e liderët evropian që duhet më ndërmarrë hapa për me zhvillu Evropën, me zhvillu Edhe shpejt. Edhe shpejt. Po, pra. Edhe ona tjetër, tash ne e dim se prapë Donald Trump merr pjesë takime ndryshme, organizime ndryshme, ja këtu ishte edhe pjesë organizimit në Davos. Ai nuk është edhe koqa shumë serioz ndaj liderëve evropian. Pak i ka i qetë në sarkazma, në humor, ban dallime me diçka, për shembull, për ato shtetet e tyre, po sigurisht se kur nuk din shumë, po e kanë dëgju diçka se na shtet kjo po ndodh, ajo po ndodh. E ka ata vetëm se për një humor mund të them ta zgjas një ata tyre prezantime të tij, apo edhe ndoshta mendon ashtu. Kjo në besoj që është një kombinim edhe mendon. Edhe. Është pak humoristik, është pak edhe është humoristik. Po, është edhe humoristik. Po i bën disa gjeste, domethënë me gisht kështu, tip. Edhe tash ato edhe kanë bën humor, ti e shet ndoshta vetëm në TikTok se çka bojnë me sjelljet apo edhe prezantimet e tija fizike. Po. Lëvizjet e tija fizike si i bën. Sa i përket Kosovës, ne tash jemi, për shembull, vazhdojmë të jemi aleat të Amerikës, edhe pse shumicën e rasteve thojmë se kryeministri i Kosovës është jo amerikan, nuk i don Amerikën. U bën një marrëveshje tash mes presidentës, sepse kemi ende presidente, edhe kryeministrit e tyre, që as nuk e uroj, as nuk tha, as një fjalë pas asaj marrëveshje që u arrit në Davos, edhe ai ishte në Davos. Domethënë po nuk tha as nuk u prezantu para media ku i përshtatoi disa pyetje se a do të jetë një plus diçka pozitive me këtë marrëveshje për Kosovë që do të jetë pjesë një përkrahje të madhe të Amerikës. Është nga ajo po heziton ti përgjigj kësaj pyetje derisa edhe nuk kanë kryeministër, domethënë i plotfuqishëm apo edhe jo, nuk e di atë çka ka menu Kurti, ama sepse opozita po sulmojnë, ato po i rrin gati gjithçka. Po. Edhe me njëherë ato reagimet e para që ishin pse po rrin neutral ndaj një arritje apo një marrëveshje që po e ban Vjosa, qëllimi është për ta marrë edhe një rol, sepse ne dimë edhe Amerika na i bë president kanë janë zarf. Po, sa i përket këtë bordit, ka shumë shtete demokratike, Norvegjia përfshirë, që kanë refuzuar ofertën. Shumë shtete tjera. Sepse adin nuk e konsiderojnë adin si të pranueshme një gjë të tillë. Fakti që Kosova ka planuar, se presidenti i Kosovës e ka planuar, dëshmon varësinë nga Amerika. Kosova është totalisht e varur nga Amerika. Vetëm në aspektin e sigurisë, apo? Kemi se tash neve në atë aspektin ekonomik Kosova goxha mirë ka punë sa i përket shteteve Ballkanit perëndimor. Po është probleme ende me papunësi, me varfëri. Po, krimin tash me rritjat e çmimeve energjetike, ama me siguri po është totalisht e varur, por edhe kështu politik, për shembull Izraeli që ka bërë shumë krime, Kosova nuk e ka kritikuar Izraelin, se nuk e ka dënuar. Norvegjez për shembull, kryeministri i Norvegjez ose ministri i punëve të jashtme norvegjez e ka dënuar Izraelin shumë herë. Do thonë edhe pse edhe Norvegjia deri diku është e varur nga Amerika. Por norvegjezët edhe një kanë politikat e pavarura. Norvegjezët edhe kur fakti që kanë njoftë edhe pavarësinë e Palestinës. Ashtu po. Që i bie kundërshtim edhe me qëndrimet e Amerikës. Ashtu. Dhe norvegjezët kanë thonë që na i kemi politikat tona. Na vendosëm për vete, i marrim edhe vendimet tona. Ndërsa Kosova është ose politikanët e Kosovës, udhëheqësit e Kosovës ma servelja. Shumë ma servel. Ka shë Amerikës. Ashtu. Po mendon se Norvegjia vepron këtë formën vetanake duke i sjell vendime vet apo shes se çfarë po bën vëllezërit e tjerë skandinav? Jo, ata shohin edhe çfarë po bën vende të tjera. Për shembull janë sa i përket nëse të Palestinës, atë kanë pa që ka edhe vende të tjera. Suedia ka pas njoftë në 2012 më duket, ka të Irlanda, Spanja e të tjera dhe norvegjezët din shohin çfarë po bëjnë të tjerët. A janë norvegjezë shumë indiferent ndaj këtyre ndodhive të fundit apo janë goxha aktive dhe proaktiv në realitet për të reaguar dhe në shkrime ndryshme sepse ti shkruan? Po kemi edhe norvegjezë tjerë që për shembull takojnë në atë aspektit politik, njohjen e politikave ndërkombëtare që kanë një reagim apo kanë një shpjegim ndoshta ndryshe.
A ka për atyre, për shembull, që reagojnë këtë drejtim me sjellje tani, që edhe në realitet është një krizë, ku është një frikë psikologjike, se mund të ketë luftë. Po, jo, mo kjo është një pranim i realitetit të ri. Do me thënë, pranojnë që realiteti ka ndryshuar, sigurimi ka më shumë rëndësi edhe në jetët e njerëzve. Tash edhe unë edhe në ku punoj edhe në Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Peshkatarisë, ne kemi shumë fokus në sigurim, edhe në sikreto beredskap, edhe do të me për shembull këto agjenci tona, edhe me jap informata lidhur me sigurimin, edhe qysh me reagua, edhe do më thonë me marrë parasysh, edhe me marrë seriozisht të gjitha kërcenimet. Normal se përpara nuk i kanë marrë shumë, po tash po shihet për shembull që çdo ditë po ndryshon diçka, çdo ditë po presim cilat ndryshime po ndryshojnë edhe qysh mos jena. Gjatë kohëve të fundit, domethënë ditëve të fundit, e pam edhe një reagim nga kryeministresha e Italisë. Edhe ku ajo e tha që ka ardhur koha për shembull që tulemi të folim edhe me Putinin. Jo vetëm me Zelenskin. Çka do të thotë kjo tash? Kjo është një pranim që do të me bisedua për me përfundu luftën. Po e shohin që jo vetëm liderët, por edhe njerëz të tjerë menojnë që ose janë mërzitë edhe me luftë, e dojnë edhe me përfundua, për me përfundu luftën edhe do të mi pas palë në tabulinë. Meloni që ka thënë ashtu, se di që edhe ajo edhe ne ka përkra Ukrainën, por tani e ka pa edhe që kjo luftë nuk po ka fund, po ka shumë humbje, shumë njerëz edhe po e humbin po mysë, edhe po vrasin sidomos në pjesën lindore të Ukrainës, edhe shumë njerëz të rinj Ukrainës, të Rusisë, edhe po ka sulme. Në rast në realitet se Rusisë po i ndihmojnë shtetet e Azisë, sa është kjo në realitet një me që ka nga shtetet mund të themi të Azisë, të Persisë, të shteteve arabe, që janë krah ushtarëve rus në luftën në Ukrainë. Ka shembuj që ushtar nga vende tjera kanë marrë pjesë edhe në luftën në Ukrainë. Po saktuar se ne dim se në luftat të ndryshme shkojnë njerëz edhe me pagesë, mund të kemi edhe shqiptar nga Kosova dhe Shqipëria. Ki për shembull ushtar të Koreas Veriore që janë shkuar edhe me luftua. Kjo edhe në dëshmon edhe faktin edhe që Putin ka qenë i varur nga Kim Jong-un edhe për me marrë ushtar. Është një realitet. Tash për këto tjera, edhe në zyrtarisht ushtar, nuk e dia ka. Ndoshta ka vullnetar, ama kështu ushtar zyrtarisht që janë pjesë forcave të vendit tjera, nuk kam lexuar që ka. Kthehemi te organizatat, tash kësaj radhe dhe kemi Kombet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara për shembull dihet vetë fjala, çfarë do të thonë Kombet e Bashkuara, 190 shtete asojnë aty. Tash, ata e marrë një vendim për shembull, një rezolut ose në diçka. Sa vlen ajo? Ata e bojnë dokumentin, e nëshrujnë, e çojnë palëve, tash po folin për Ukrainë, Rusi. Sa vlen ajo? A vlen ajo, a vetëm u dal media, u tregu, edhe kush tjetër? Ajo vlen nëse prodhohet ajo rezolut në Këshillin e Sigurimit, e nëse asnjë prej shtetëve që janë anëtar të Këshillit të Sigurimit e përdoren vetëm. Nëse miratohet rezoluta në Këshillin e Sigurimit, ka peshë, edhe nëse ajo është edhe në organe që ka përgjegjësinë kryesore për krijimin e paqes së sigurisë në botë. Nëse nuk e kundërshton edhe një fuqi të madhe, ka pasoja edhe, me thënë, rezulton edhe në ndryshim. Nëse jo, nëse në shtet, për shembull Kina, Rusia ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe shpesh e bajnë këtë, po nëse ato edhe ne përdorin vetën, e bllokojnë,
pastaj nuk ki rezultate dhe nuk ki ndryshim. Tash e ki edhe se Kombet e Bashkuara e ki Këshillin e Sigurimit, që është këshilli edhe më i lartë. Por e ki edhe Asemblen të Bërgjithshëm. Po, edhe ata adin miratojnë rezoluta. Por ato shtete adin nuk kanë dhëmbë adin për me sjellë ndryshim. Për shembull lidhur me Palestinin ose Gazën, shumë rezoluta adin janë miratuar në Asemblenë e Përgjithshme, por nuk kanë pas ndryshim sepse rezolutat në Këshillin e Sigurimit po bllokohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njësoj edhe për Ukrainën, Rusia ka bllokuar në Këshillin e Sigurimit. Sa i përket emigrimit më Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shoh se tani tash po morim mësim nga Amerika të gjitha shtetet, duke futur apo edhe inkluduar edhe Norvegjin tani, kanë ndryshuar shumë këto politikat emigruese, garancionet e emigrimit. U futën viza tash për i vizë për Kosovën, apo largojnë atë që mos në Shqipërinë, jo për Serbinë, për shtetet tjera të Amerikës. Edhe ka zboglu numri kogja shumë që të mos aplikohet, të mos pranohen azilkërkues apo refugjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse kjo po ndodh tani, për shembull, nuk ka nevojë për njerëz, për shembull, që janë adekuat në lëmi të ndryshme, por me prejardhje nga shtetet e jashtme që mos i pranon Amerika, apo Trump e ka një politika e bazuar në idenë që do të edhe me ndaluar imigracionin. Se ka shumë adin tuj në Amerikë do të me ndaluar. Besoj që adin që kjo Amerika është ndërtuar nga tuaj. Është vërtet, prandaj është një paradoks. Cili është identiteti amerikan? Po adin edhe Trump adin i ka adin babgjyshin e katër gjyshin adin që janë linë vende tjera dhe janë ardhur edhe në Amerikë. Edhe është një paradoks, ama ata adin e kanë një qëndrim të rap që adin dojnë me parandalua imigracionin. Dhe nuk dojnë adin tujnë. Unë besoj që ashpersimi i politikave të imigracionit vjen si një pasojë e frigës nga imigracioni. Shembull, shadin që po ndodh në Krim ose ka shumë raste. Edhe shojnë adin që adin ka ndërmarrë masë të tjera, po nuk kanë ndihmuar. Vazhdon edhe krimi, pastaj shojnë edhe që populata. Pak e shpjegova pse edhe friga, si një faktor edhe motivues. Por kjo është në Amerikë edhe në Evropë. Po sa gjithë me një thesa. Po, e vërtet. Ama sa i përket Evropës, Evropa këto siç e dini janë shtetet të mirëqenies, welfare stat. Welfare ashtu po. E shojnë adin që po ka shumë tuj që po vinë. E të ne po këta adin po marrin adin social snën, adin të mirat shoqërore. Këto kushton pare. E shonë që nuk po punojnë, edhe po rrinë, edhe kushton pare. Edhe me thonë, është një sfida edhe për financimin e shtetit mirëqenies, që ka edhe qatë shumë njerëz edhe që po vinë, që do me thonë, të fundit edhe tutën që ka me shkatrua edhe shtetin e mirëqenies. Edhe është një friga edhe për ndryshimet demografike. Edhe njerëzit tutën që kanë me met pakicë. Norvegjës për shembull. Ka norvegjës që edhe tutën që kanë me met pakicë në Norvegji, sepse shumë tujt po vinë. Po lindën fëmijë. Po. To përfunde kemi lënë temën që është shumë interesant, do të thonë është AI. AI-ja në çdo mbledhje përdoret edhe është temë në Davos, në Parlamentin Evropian, në Senat edhe në shtetet tjera, sidomos Kina edhe Rusia. Çfarë ndikimi ka AI? Çka po ndodh me AI? Do të thonë se janë të bazuar gjithë aty, do të thonë a do të përdoret AI-ja edhe për siguri
në të ardhmen? Po, në siguri dhe në shumë fushat të tjera, po shohim edhe sot që inteligjenca artificiale po përdoret në mjekësi, në spitale, po përdoret në administracion, byrokraci. E gradualisht adem po përdoret, adem teknologji të ndryshme, adem brenda u brilës Po, inteligenca do të zhduk vende pune, a do të krijohet edhe ndoshta një boshllëk edhe më i madh, një vakum i personave të pa punë? Historikisht, gjithmonë lidhur me zhvillimet e teknologjisë të re, si interneti, si makinat edhe në Po në realitet kjo po ndodh se revolucioni industrial, fabrika që po. edhe ato makina që kanë pas përdorur, njerëzit janë kanë pas shumë frikë atë që kanë me met pa punë. Ama nëse shedhen çka faktikisht ka ndodhur që atë ndo puna dhe janë eliminuar, ndërsa janë krijuar edhe shumë. Shumë vende punës tjera. Interneti kur rret interneti kur zhvillua dhe kur shpërnda dhe në për botë, ka eliminuar disa punë, por edhe ka krijuar shumë vende tjera pune. Kështu që unë mendoj që inteligjenca artificiale është një mjet, s'ban marrua, është një mjet për atë që ka me eliminuar disa pune, por edhe ka edhe në potencial për me krijuar shumë vende pune tjera. Normal edhe nëse përdoret në mënyrë të mirë, se rregulloria e kësaj, do të thonë, sidomos mediave sociale, edhe inteligenca artificiale, do të thonë, nuk ka ende një rregullore, që janë shumë rregullore për shumë gjëra tjera, po për këto nuk e kemi ende një rregullore të botës, do të thonë botërore që çka është, çfarë është vërteta, jo vërteta, edhe në mënyra e përdorjes së asaj. Është qëllimi për më përdor diçka për ma lehtë, ma mirë, ma shpejt, edhe tash dhe sot vjen puna e rregullorës, me siguri ka me marrë një kohë disa dekada që me mu stabilizu kjo, që tha edhe vetë makinat, telefoni, rryma, shumë sende qërënar, për shembull, atëherë nuk i kemi ndëgju këto lajme deri sa kanë kalu shumë vjet, se s'kemi pas internet. Po sot po dëgjojmë lajmet në sekond, do të thonë në ngjarje, po shihet edhe po dëgjohet, ndoshta është edhe ajo pjesa e panikës që njerëz frigohen, shohin edhe çati për çati mendojnë shumë shpejt, se shumë shpejt për me lajmin se çka po ndodh ose si do të ndodh ose ku ka ndodh. E përpara me siguri ka ndodh, po ka marrë shumë kohë deri se ka ardhur deri te vesht edhe sytë e njerëzve me pa për shembull ato. Vetëm në për gazeta ose libra ose dikush që ka përjetu. Ajo do të thonë ka marrë shumë kohë deri se ki marrë atë lajm. Po tash lajmet që po vinë edhe zhvillimet teknike, po të njëjtën kohë edhe luftat edhe gjitha ato po vinë qaq shpejt, edhe njerëz po kujtojnë që përpara nuk ka pas. Jo, ka pas lufta, do të thonë ka pas Iraki me Iranin, ka luftuar 30 vjet. Edhe ka pas lufta ku Afganistani ka luftuar me Rusin. Do të thonë shumë vite, por nuk i kemi marrë lajmet si sot që i marrim, e nuk i kemi marrë nga të afër vetës edhe zemrës, se nuk kemi pas fotografi, pas kemi dëgju. E tash kjo shpejtësia e madhe, për bon që po bëhet një farë frige të populata, edhe normal nisin urrejtjet, nisin mendime ndryshme, shprehja lirë e ka te kalu, do të thonë atë kufinin që nuk mund të më shprehje lirë, sepse nuk është gjithçka shprehje lirë që shprehesh, po është me kufizim deri dikun, varet ku shprehesh. Për çato do isha me të pyet për edhe ke pyetja për AI-n. Milind, për fund, çysh e sheti vitin 2026? Jo, në besoj që shohim zhvillimin që kemi pa deri me tani, që rendi i botës po transformohet në mënyrë thelbësore. Siç e ceka edhe më herët, ne po shkojmë nga një sistem unipolar, mas luftës e ftoftë, edhe ku Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë superfuqia e botës, dhe kanë fokusuar edhe në organizata ndërkombëtare, në zbatimin e drejtës ndërkombëtare në ndërhyrjet humanitare, para ndëluar dhe masakra dhe krime
dhe respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare deri te një sistem multipolar, që do me thonë ki forca tjera, shtete tjera të mëdha, fuqi të mëdha, që po e rritin ndikimin në botë. Tash është interesant me shikue rritjen e Kinës. Po, edhe është adin fakti që Kina ka shumë resursa natyrore, edhe ka është shumë aftë në shumë adin teknologji kritike. Lidhur për shembull me këto tokat e ralla që i përmena me herët, adin që përdoren në turbina për air ose në telefonat të mequr, ose në makinat elektrike. Adin Ka edhe investime në Afrikë. Po, ka edhe shumë investime në Afrikë, ka investime në Evropë, e tash Evropa për shembull po e shadin që është shumë e varur nga Kina e po dojnë edhe më çlirue. Unë besoj që ne ende kime me para dhe në këtë zhvillim ku Bashkimi Evropian ose Evropa dhe e synojnë edhe qëllimit e veta, e rishikun rolin e veç, çfarë role ka Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka me vazhdu në këtë drejtim, me konfrontime retorike, me ashpërsime, me ndonjë vepër, edhe Kina adeni ka ambicet e veta. Ne po jetojmë në botë ku pasiguria është më e madhe tani se sa para 10 vitesh, ose 15 vitesh. Tani po jetojmë në një botë ku sistemi ose rendi i botës po ndryshohet në mënyrë që nuk kemi mund me parashikuar. Vetëm një komentar në lidhur me demokracinë. Kur u përfundu lufta e ftoftë dhe kur ora në Bashkimin Sovjetik, është një shkencëtar politikan amerikan, Francis Fukuyama, që ka pas shkruar një ese shumë e njohur, ku adin konkluzioni o kanë që the end of history, është adin përfundimi i historisë. Ai adin ka argumentuar që tani demokracitë liberale kanë fituar. Në komunizmi ora, e tash adin bota po shkon në atë drejtim, adin më shumë shtete adin po zhvillohen, adin po demokratizohen, por ma vonë ke pa adin një zhvillim në drejtim të kundërt. Adin ma shumë adin shtete po shkojnë në drejtimin të kundërt, po bëhen ma autoritar, demokracia po hup atë imazhin që e ka pas tash e ki shtetet të ndryshme edhe në Evropë, si edhe u përmend Hungaria, edhe në që kanë shtet demokrate, tash edhe o bërë një shtet ma autokrat, ku adin lideri vendose, ku e ki Po pra, sepse krijon gjitha institucionet nga rreth i vet. Po, edhe këtë zhvillim po e ndjek edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nën Trump, adin ku po sulmohen, adin të gjitha adin normet demokratike, institucionet demokratike. Tani Kina, që faktikisht adin e ka një model politik tjetër. Ata kinezët ose liderët adin nuk e dojnë demokracinë. Ata e shonë adin demokracinë që një model adin që nuk është efektive. S'mundu me kontrollu. Po, do më thënë ata kur e shonë adin që ka ashpërsime në relacionet transatlantike, ndërmjet Bashkimit të Evropës në Amerikën, Rusët edhe Kinezët, adin vëzhgojnë, edhe thojnë adin shumë mirë adin që po ndodh ashtu. Adin është një lajm i mirë për mirë kina pas na gjithë. Po. Kështu që ne po do të adin me jetua në një botë. Le të jetë pasha me neve deri në të ardhmen, me siguri se do të shihemi prapë me Lind, edhe do të bisedojmë ndëse ndodh se nuk mundem me ditë kur se çka po ndodh. Edhe mundën me qenë shumë ndryshime. Janë organizatat mëdha që po shuhen ka dale sepse s'kan kapacitet. Tash të kthyrëm deri në emisionin tjetër, na e kemi me Lindin, kështu që do të informohemi shumë mirë dhe sakt. Faleminderit shumë. Një vikend shumë të mirë, edhe paqja të qoftë mbi ne. Faleminderit shumë me Tosh edhe Alosh, është një kënaqësi. Faleminderit shumë.
çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përba